Miq, faleminderit shumë për mesazhet e shumta. Ne po rikthehemi në studio dhe ora e saktë shënon 9:26 minuta. Mirëmëngjes për gjithë ata qytetarë të cilët po zgjohen tashmë. Uroj që të keni një ditë të mirë, ditë të mbarë. Dhe mundohuni ta shijoni ditën sikur të jetë dita e fundit. Ne sot, siç e paralajmëruam edhe në fillim të emisionit, unë do doja që edhe temën ta kemi këtu, për ta ngacmuar edhe të ftuarën që tashmë ka ardhur, të cilën nuk do ta zbulojmë. Kemi në emisionin e mëngjesit kemi një histori, një rrëfim, një grua që ka lënë një gjurmë shumë të madhe në shoqërinë tonë. Por fatkeqësisht, mendimi im, shoqëria jon shumë pak e përmend. Po jo shumë pak, shumë pak. Një zakon i lidhur i kombit ton apo jo? Ashtu është. Gjithmonë duar troket. Shoqëria jon duar troket pas dekjes, për duar trokasim. Por kur është njeriu gjallë, ne heshtim gjithmonë. Mbase të tillë jemi, të tillë na ka krijuar edhe ai lumi i lartë. Me vonesë. Sot miq dashur në studio kemi një zonjë që organizoi një ngjarje të madhe që e përmendëm në fillim të emisionit, që i bashkoi të gjithë shqiptarët në shekullin e 21, anë mban botës, gjithë ata ambasadorë, të cilët kanë kerefete njëri me tjetrin, por ishte kjo zonjë e nderuar që e kemi në studio, që i bashkoi të gjithë në një vend për një mision të vetëm. Për shenjtërimin e të madhes nënës Terezë. Dhe sot i themi mirëmëngjesi zonjës Diana Toska, një ambasadore e kombit ton, të cilën unë do doja që me nder dhe emocion ta përshëndes dhe t'i falenderoj publikisht këtu në emisionin ton për gjithë të kaluarën e saj që ka bërë për popullin ton shqiptar. Na keni nderuar me prezencën tuaj. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni në emision në mëngjesin ton. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi për mua të jem në studion e juajt, po bashkëbisedoj me dy të ri, të flasim për një të kalume, për një të ardhme ton, por gjithsesi para festave gjithmonë ekziston një emocion i veçantë festiv edhe ne sot besoj që do të zhvillojmë një bisedë pak kështu më të gëzueshme. Do të mundohemi që ta trajtojmë të tillë, sepse emisioni paksa na filloi sot me disa lajme të dhimbshme, por do të mundohemi që punën ta bëjmë si e më mirë dhe t'i lëmë emocionet për pas emisionit. Ne gjithmonë e nderuar në studiot e Alsatit, mi po edhe në emisionin e mëngjesit, mundohemi që temat ditore pak a shumë edhe t'i përshtasim me të ftuarit, mirë po t'i kapim edhe ato gjithë përfshirëse. Sot temën e ditës e kemi përcaktuar sepse ne jemi mësuar me të keqen. Pra jemi një popull të cilët i kemi normalizuar, thamon, në disa gjëra, i kemi pranuar. Ta trajtojmë vetëm pse nuk na dhemb më e keqja. E kemi atë ndodhin shumë fenomene në shoqërinë. Gjithmonë ka më keq. Megjithatë, shiko, në mënyrë sociologjike, psikologjike, duhet të trajtohet kjo temë sa dhe të vijmë deri te një konstatim që pse jemi këtu ku jemi. Ne historikisht si kombë kemi vujt, njëherë 500 vjet në okupim turk dhe gjithmonë jemi mësuar, jemi adaptuar me kërkesë, me shtypjet, me sen. Sot e kemi, do me thonë, na pëlqen të jemi robër, të jemi sklever, ende nuk kemi dalë nga i kallopi i ati robërimit, ati mos kërkimit, heshtjes, pajtimit. Pastaj në Kosovë ishte çështja e luftës me Serbinë, Serbia, në kohët Jugosllavisë si shqiptar ishim derisa u njoftë autonomia e Kosovës, ishim të shtypur si shqiptare, se pa të drejta. Ne nuk ishim të drejta as në flamur, s'kishim drejta në arsimim, në Maqedoni. Tash me ardhen e demokracisë është fituar një liri, janë fituar disa të drejta, por sikur këto të drejtat ende nuk e kanë arrit atë nivelin me të cilën ne do të na gëzojnë, do të ndihemi qytetar të plot, me liri dhe të drejta, të plota, të barabarta, që të mund nga vetvetja ta eqim këtë servilitet, këtë robëri, këtë keqe, po të kërkojmë diçka më shumë. Nuk kemi tash për tash një garnitur të sistemit, të politikës, e cila do të na paraprit, sepse si kombë ne kemi qef të kemi një lider, ta mitizojmë, të themi gjithçka të mirë për ti dhe presim që ai të na tregon rrugën.
por rrugën ne duhet si popull Duhet t'ua tregojmë. Duhet të kërkojmë se çfarë rrugë ne do. Domethënë si shoqëri, sa e kuptova, jemi në atë gjumit letargjik. Si shoqëri. Jemi. Domethënë qoftë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Po. Edhe pse vedia Kosova dhe Shqipëria pak sa më të zgjuar janë, por në përgjithësi dallon dukshëm. Sikur me komplekset e tona jemi mësu me servilizëm, jemi mësu dhe me komoditetin e komoditet. kësaj. Kjo është problemi ynë që një komoditet ja kemi dhënë vetvetes, edhe ankesat tona, kërkesat tona në duket sikur luks. Kërkimi të drejtave tona në duket luks. Ju zhurmoni, jeni aktive gjatë gjithë kohës, por ne do të flasim pak më vonë për këta zhurmat e fenomeneve shoqërore Vetëm do të ndalim politike. pikërisht këtu sepse ne gjithmonë presim që në këtë rast një politikan të na udhëheq, të na tregon rrugën, mirë po sa është populli fajtor. Sepse ne jemi ata që jemi në comfort zone, domethënë. Po është populli Po, pikërisht. pikërisht populli. Sepse populli ka Ne zënë jemi gjumi. fajtor, për arsye se ju shikoni që tani kemi zgjedhjet, i patëm të kalu. Ne si parën e kuqet, them, i njohim të gjithë ata të cilët erdhën dhe na kërkuan votën. Dhe ne me komoditetin më të madh shkuam, ja dham votën, nuk kërkuam llogari prej tyre. Llogaridhënia është gjëja më e parë që ai që kërkon ty, vjen votën ta kërkon, ti duhesh ta dish kush është ai. Kush është e para ai? Llogaria e tij është përveç programit që duhet ta dëshmon, na ofron se ta di unë a erdh si një qytetar i barabartë me mua, ta ndan atë program dhe t'i ndajmë bashkarisht problemet e tona të cilat të mundojnë. Ju shikoni, në komunë të Çajirit këtu jetojnë, fushata u bë rreth flamurit, u bë gjithë. Por problemet ishin teknike, problemet janë të përditshme, janë jetike. Po, infrastrukturore. Ne nuk merremi me problemet ato të bazike të cilat na mundojnë, por shkojmë, ne nuk e dim sot. Një kandidat për shembull, i cili deri dje nuk ka pas ndoshta buksa duhet në tërvesën e tij në shtëpi të rrujes, sot është milionar. Po ne nuk kemi, do me thonë, aq fuqi që ta pyesim, okej, çfarë pasurie ke ti? Në ditën kur hyn një dikush në politikë, duhet jep llogari kush është mëse. Andaj mund të flasim për dignitet, për votë të barabartë, për votë qytetare, për ndërgjegje ndaj votës, për fuqinë. Ne ende nuk jemi, do me thënë, të vetëdijshëm si qytetar, fuqinë që e kemi me votën tonë, që mund të ndrojmë gjithçka, mund të ndrojmë pushtete. Fatkeqësisht, të ne nuk ndodh kjo, fatkeqësisht rinia jonë është ajo në çdo shtet të cilët fillojnë ndryshimet, por rinia jonë është lane edhe me fajin tonë si prindë dhe si gjenerat, me fajin e partive të cilët gjenerata më e vjetër i ban peng partinë dhe nuk do. Mendon që është edhe ndikimi i prindëve, ri me babën, ri me nënën, prit, edhe pa. Jo, baba për ta mos ta humb qetësinë. Kjo është shumë, kjo është shumë komoditet edhe është pa përgjegjësi për mua sa duhet, sepse prindit sot i vjen më lehtë. Shiko, rriqi tu se babas hyn parti, kryen një fakultet, hyn parti, e ke rrogën e sigurt, dhe kjo është më e keqe se ne kemi krijuar një gjenerat pa ideale. Një gjenerat që pa ambicje, pa kreativitet, fatkeqësisht. Kjo është shumë shqetësuese, e trisht është ky si informacion, por kjo është miqdashur realiteti jon i hidhur që e kemi në shoqërinë tonë. Edhe ne flasim shumë pak për këtë. Edhe flasim pak, por besoj që në ditën në vazhdim, edhe me që jemi edhe në emisionet tona, do të mundohemi që këto fenomene shoqërore ti lartësojmë edhe të bëjmë një vedisim më të madh të shoqërisë sonë. Unë do doja që të kalojmë ta ndryshojmë pak temën, sepse është një temë shumë do i futemi politikës shumë, edhe duhet të shajmë shumë, sepse është fenomen për të sharë shumë. Unë shaj në Facebook-un tim në atë private. Dhe pastaj do ndalim edhe atje, do ta diskutojmë. Unë do doja të di për shikuesit tanë, të cilët shumë breza të njohin. Zonja Diana, kush ishte ajo vajza e re që i hyri gazetarisë diku? Dhe si u shndrua një grua që organizoi eventin më të madh kombëtar ndonjëherë në Vatikan. Para pothuajse një dekadë. Kur bën një karrierë 30 vjeçare dhe ballafaqohesh me problemet jetike të kombit, sepse unë gjithmonë kam qenë gazetare prej ditës parë në politike, futur me probleme në Kosovë,
me problemet jetike, të lirisë atëherë, të vrasjeve, të gjendjeve të jashtëzakonshme, gjitha një situate shumë të rëndë për gazetarin, po kur gazetaria ishte profesion avangard. Avangard. Ishte profesion i besueshëm në opinion dhe ishte përgjithësi shumë e madhe e gazetarëve për të raportuar. Dhe kur ti se ngjarjet e pjekin, që thonë, nëse ti je brum i mirë dhe fillon një profesion, dhe pastaj është shumë lehtë ai brum të përpunohet gjatë karrierës, sepse ngjarjet pastaj të përpunojnë, të japin fuqinë, të mësojnë si duhesh me vepru, si duhesh me bërë. Dhe normalisht që ishte koha u paralajmërua pas unë 30 vjetë karrierëve që kisha, kur u lajmërua vitin 2015 që... Cili është ajo telefonata e parë, sepse si pyetje kemi. Do të di Si momentin. pyetje kemi ato telefonatën e parë për organizimin e shqinterimit për Vatikanin. Jo, ishte procedurë prej 2014 se Që filluar, nisur si që kisha nisë, gjirum himnin në Tiranë, pastaj promovimi i parë ishte 2015 në Katedralin Nën Tereza në Prishtinë, dhe pastaj filloi procedura nga 2015 deri në 2016, ishin kontakte, ishin letra, ishin emaile, pafund, ashtu, por pastaj në mars të 2016 ishte një lajmërim kështu shumë diplomatik që besoj që si vjet do t'jemi bashkë. Vetëm kaq, shumë shkurtë, se në Vatikan, dhe më dha një shpresë që do me thonë është shqyrtuar si ashtu, pastaj një kardinal sloven, i cili njihemi prej më herët, më bëri me dije kështu privatisht, tha sa për ty, tha gjithë shka është miratuar, në Vatikan do të mahet koncerti, tha tani na duhet programi, se si do të shkon ashtu, edhe porta është njerë ende tha sekreta, të lutem baje për vete. Dhe kështu që mandej ajo ishte... A durove, Diana? Durove që ta mbash? Durova, ashtu miqtë e mi, ata të ekipit që ishim që punonim, atyre ju thash me gjithatë se duhesh të përgatitem me i krejt, por edhe ishte shqetësim. Ishte sepse në priste një punë shumë e madhe. Dana, a jeni e vetëdijshme se si që janë lidhja e Prizrenit, dikur kur grumbulluan patriotët tanë, do t'jeni edhe ju në për libra, sigurisht, që do ju kujtojnë. Asnjëherë nuk e mendoj atë. Po jo, unë flasi kur unë sot jam pas 100 viteve. Unë do lexoj për ju. Unë e besoj dhe e di që do lexoj për ju. Më beso dritëro nuk e ke bërë, çdo gjë që kam bërë me shumë shpirt, me shumë shpirt. E ke bërë për çështje ndjesie që e ke pasur. Ndjesie, sepse unë e kam adhuruar, admiroj punën e nanës Terezë. Nanën Terezë si lidere shpirtnore, lidere botnore, e adhuroj për punën që ka bërë, për veprat e saj, prandaj unë gjëja e parë, ato mirënjohje gjës më kanë interesu. Më ka interesu qetësia ime shpirtnore që e kam arrit, që ne si komt t'ja japim një mirënjohje nanës tonë e cila na dha namin universal në botë. Kjo ishte imja sana, jo kryesore. Kjo është shpirtërorja. Shpirtërorja. Por historia, unë e di, besoj dhe shpresoj që fëmijët tanë që e ndjekin emisionin, besoj që do të lexojnë shumë për ju. Uroj të lexojnë, uroj. Unë do të kalojmë tash pak në anën tjetër. Do ta titulloja këtë sikur shënterimi i Nën Terezës që u bë, po i gjithë ky organizim më duket sikur ishte një mobilizim kombëtar. Domethënë me gjithë figurat eminente, gjithë ambasadorët shqiptar, kudo që i kemi, shumë njerëz kanë tentuar që t'i bëjnë dy vetë bashkë, por ka qenë e pamundur, ndërsa ju arritët. Do flasim paksa për prapaskenat, jo për atë që kemi parë. Sfidat, vështirësitë. Por ka patur shumë sfida, shumë organizime, shumë dokumente, siç e përmendë, shumë detaje, shumë vendime, shumë prishqefe, do themi, sepse jo do jem, jo pse s'më morë, jo më morë, jo unë e meritoj, jo se meritoj. Sa kohë qëndruat në Vatikan dhe në fund sa njerëz u mblodhen, sepse ne e pam videon, mirë po është një numër me të vërtetë jashtëzakonshëm. Shiko, tash ndonjëherë kur na ndërshoh diçka që ashtu tërçet të dalim do detaje kështu që si ke përfillur në kohë. A është e mundur që krejt gjithë këto kanë qëto projekt që është pak më i madh,
i ka problemet dhe sfidat e tyne, ka qenë vështërsi shumë të dhaje, ka qenë, shiko, 300 veti organizosh t'i qësh në Vatikan, prej gjithë botës të vinë, të bëjnë kontakte, se është shumë e rëndë, dhe me një ekip, thuja që shumë të vogël, të ko paskosh me mendime. Por, ajo që është në rëndësi u bë. Ermonela Jaho, kur më rrini nga Spanja, erdhi në Vatikan, më tha, shiko, kjo pjesa që është që do shfaqet e sëndë është gjithmonë është për Nën Terezën, e sëndë do të bojnë. Por ty të faleminderit që për herë të parë the një tabu në kombin tonë. Theve arrite që ne shqiptarëve të në mbledhish. Dhe u mbledhëm si shqiptar këto vëktor. Dhe kjo është mobilizimi. Dhe uroj që të vazhdojnë. Dhe unë jam, e di pse jam e lumtur, sepse tani po bashkëpunojmë nga Vatikani. Janë duke bashkëpunuar artistët që ishin janë duke bashkëpunuar më shumë. Vazhdon lidhja më shumë. Më shumë lidhja. E dyta, Vatikani sikur është hap për koncerte. Filharmonia e Kosovës me thyrjen e tabus në Vatikan tani është më prezente në gjithë Evropën. Po, e vërtet. Ka ndruar, do me thanë, Vatikani hapi dyrë për shumë, për një diplomaci kulturore të kombit tonë. Dhe kjo është ajo më e vlefshme që duhet vazhdoj dhe kjo më gëzon më shumë kur para 2 dite pati koncert në Vatikan prap Filharmonia e Kosovës. Dhe kjo më lumturon. Rruga shtegu u hap. Se u hap rruga dhe kjo është ajo që duhet na gëzoj kur hapish një rrugë se ura lidhse për bashkëpunimi dhe të jenë të përjetshme, të vazhdojnë. Unë edhe dritroj shumë shpesh e thojmë këtë që është në fakt shumë e rëndësishme që arti është ambasadori kryesor i një kombi. Absolutisht. Edhe ne në vendin tonë fatkeqësisht po e lëm ditë po i injorojmë. E më shumë më mbrapa dhe po e neglizhojmë artistët, vlerësimin e tyre, mirë po dhe artin në përgjithësi. Shpresoj që të zgjohemi nga i gjumi letargjik dhe të fillojmë të vlerësojmë atë që e kemi rreth e rrotull. Zoja Diana, më thuaj, cila është më vështirë, logjistika apo mentaliteti ynë shqiptar? Se e dim, sepse jemi shumë njerëz që e kemi atë unin që dëshiron të sundon mbi tjetrin. Po mirë po dhe... Mësë me qenë mentaliteti, i rand logjistika është, me qenë një mentalitet normal dhe logjistika shkon normal. Shkon, përket dhe në mirë. Keni hasur në shumë probleme? Shumë. Sigurisht. Shumë. Si e cili me ato teket e veta? Ego, tek, ego të çuditshme. Gjithçka. Po para gjykime... Po, si jo, që në start që keme dështu, keme bë dështime, ke hy, diqka e sanë. Por është shumë e rëndësi që unë diqka kom mësu në gjithat, sepse vërtet njëri ju mëson të risa vdes, pas 30 vjetë karierë, mu Vatikani me ka dhe një mësim. Ke një ide, të ka një ide të bësh një projekt shumë të rëndësishëm. Dhe rrugës duke ecur i ke ato ndërskamsat, shkallë që duhet i ngrisësh, bjen për toke, prap kthehesh, ngritesh dhe prap kthehesh për mbrapa, gjitha. Duhet të merremi asnjëherë me atë fenomenin. Gjatë ngritjes së atyre shkallëve gjithmonë duhet t'i besosh idesë tonë. Ti shndrosh fuqishëm, synimi, dhe kur ta dish se po bën diçka në interes të përgjithshëm, po jo ti, jo unë e bana, këtë më shumë e urëm, e banëm të gjithë. Ishte pa filharmonin që ka kisha bon, pa aktorët që ka kisha me bë, pa artistës kisha me bë. Është merite të gjithë neve, është merite qeverisë Kosovës e cile e përkrahët. Është pa fenomen tek ne, sepse kemi njerëz të cilët nuk japin kontribut, por pastaj luftojnë për këtë pjesën e madhe të meritokracisë. Është fenomen. Po, e kërkojnë, e bojnë e sen, por nuk më pengon. Ti nuk merresh me tash. Jo, po le ta merr, le të gëzohet e sen. Me rëndësi u bë. Prandaj historia do të shkruan për ti. Po, ne e bëjmë. Shiko, gjithë kombet e botë, ne mund të buremi. Kemi himnin shtetnor dhe kemi himnin shpirtnor. Të vetëmet jemi si kom kemi. Kush në dha Nana Teres? Kemi himnin e Nanës Teres, valsin hyjnor. Dhe kjo është madhështia e kësaj. Hyjnorja. Dhe unë asnjëherë gjatë profesionit tim nuk jam marrë dritonin i thakta, ky dritëroi, ky tjetri. Unë kam ecë. Isha ndalën rrugës të merrem ky shka, si e vlerësoj ky çka e bani. Kalvari hecen, bujdhonat le të lehim prapa. Një gjë që kemi të përbashkët në fakt më duket të gjithë në këtë tryezësh që në fjalorin tonë nuk ekziston dorëzimi, fjala dorëzim. Kjo është shumë e rëndësishme. Po, shumë e rëndësishme. Nuk mund të jesh i suksesshëm, nuk mund ta kryesh punën me profesionalitet, me përgjithësi.
Nëse nuk ke besim në vetë, nuk dorëzohet. Po mirë, me siguri që keni patur momente, zonja Diana, që keni thënë nuk do të mund ta bëj. Nga 30 vjet përvojë. Ke patur ata dilemat, ato dorëzohem apo jo, atë vazhdoj. Momenti i fundit, do me thënë, imagjinoni një muj para se 20 dit para 3 shtatorit, para se të ndodh, ne buxhet nuk kemi pas. Buxhet 0-0 kemi pas. Dhe kjo ka qenë gjithçka para. Do të thënë premtimet ishin, por buxheti fiktiv jo nuk premtime, ekzistonte. gjithçka ishte gati, ishte asi ne s'kishim buxhet për rezervimin e hoteleve, s'kishim buxhet për rezervimin e biletave të aeroplanit, se vinim nga e gjithë bota, se në ka qenë. Ishte edhe Rita Ora? Ishte edhe Rita, Ermonela. Po. Ato që janë sot ka patur të shumë pyjet, sot që shiko, unë nuk jam nis nga jo. botërore që i kemi pa. Shiko, unë Po kam si pas... ambasadore, mua më pëlqen kjo se si ambasadore që do më thënë që prezentojnë kombin e tyre, ishin të gjithë në një vend. Ishte shumë e vështirë. Kur jam ullë në një mënyrë në mars, kur më është konfirmu nga se kjo po bëhet, unë jam ullë dhe kam bë një listë, disa lista i kam bë. Dhe në listën përfundimtare kam thënë kështu. Kush janë ambasadorët e kombit tonë që në ka dhënë derë, në ka bën të lumtur, kemi qenë shumë krenarë kur i kemi pa. Kam thënë Ermonela Jaho, Inva Mulja, Lorik Cana. Po këto dy artistët e vegjël që ishin Oscar në quan Po, të Kosovës, të filmit Shoku. Po kush është ambasadori tjetër që në aspektin shpirtëror gjithmonë e ka mbajt kombin, Don Lush Gjergji. Kush për na bën në Vjenë krenar Shkelsendoli. Dhe unë jam nisë pas kësaj e kam ba listë. Ka pas kundërshtime, ka pas kërkesa nga qeveria, nga të tjerë, nga dhe i kanë dhejtë futët jo ky. Unë aty Qëndrove? Pa aty ka pasën idhnimet shumë të ashtu, por më besot që nuk më ka interesu. Prapi i qëndrove besnik skenarit, cilin e ata që bërë i kam atë lista. dasht, i kam thirë, me erdhën të gjithë. Meritokratët. Po, Që meritoj. e kam dërgjegje shumë të pasër se i kam thirë me një qëllim, sepse e meritoj, dhe ajo që e meriton të gjithë erdhën, sepse erdhën, në mbledhi Nona Teres. Nuk i mbledhi Diana. Do më thënë, unë iftova. Nëna Teres, u shenjtërua, por më thuaj, ku jemi këtu të kjo pyetje, a u shenjtëruan ne si shoqëri? Ne morëm nga nami i shejtërimit Nanës Teres një dritë si këmbë. Dhe kjo dritë ne na qëndron gjithmonë në kokë si këmbë. Vatikani na i hapi dyert se ishim kombi Nanës Teres në Vatikan. Por a jemi duke e ndjekur këtë dritë që na la këtë rrugë Nana Teres që të vazhdojmë. Ne në esenë si popull jemi solidare, kemi humanitetin në qendjen tonë. Ne gjithmonë na duhet dikush që të na nxit për të bërë diçka. Por si shkup, si komb, a jemi duke bërë mjaft për këtë rrugë Nanës Teres, nuk jemi duke. Do më thënë, shqiptarët vazhdojmë që të jemi mos mirënjohës. Mos mirënjohës. Jo, nuk është kjo mos mirënjohje. Da njëri tjetrit e kemi pak. E bëjmë nga ignorancë. Do thëjë se kemi problem me kombëtare me vlerësimin e figurave të gjalla. Kur i kemi të gjallë, kemi problem shumë. Ne kemi problem për arsye se në institucionet tona mos harroni. Ne kemi dëshirë gjithmonë presim që të largohen dhe pastaj t'i duan. Ne nuk kemi një shoqëri civile të denjë, të organizuar mirë, që nuk do të pret gjithmonë prej sistemit bën diçka, por do të organizohet. Ne vullnetarizmin për shembull si shoqëri si kom nuk e njohim, as pak, shumë pak. Si shoqëri civile jemi shumë pak të organizuar. Pastaj në sistemin tonë, brenda pushtetit, ne nuk kemi kuadro kualitative, profesionale, të cilët din të vlerësojnë se që është mirënjohje kombëtare, çka është kulturë, çka është artë, dhe t'i ndaj këto sfera dhe t'i përkushtohet këtyne sferave. Ne merremi me gjëra triviale, të orës dytë kemi lënë kulturën anësh, por kultura është ajo e cila zdrit fytyrën, nurin e kombit. Dhe kjo është madhështia, ne nuk kemi as dije, as guxim, as nuk po marrim përgjegjësi të organizimit për t'i qitë në ballë këto fenomene që i kemi.
Sepse shoqëria jonë është ajo që Zoti na ruaj dhe na e shtoft me të mira, me vedisim dhe ne merremi, siç përmendëm në fillim të emisionit, ne merremi me gjërat esenciale këtu e 30 vite, por kanalizimin, ujësjellsin, mbeturinat rreth e rrotull dhe nuk merremi që të lartësojmë njerëzit tanë që i kemi këtu. Presim kur të ndrojnë jetë dhe pastaj t'u japim peshën edhe vendin ku. Fatkeqësisht, unë do doja të ndalemi këtu. Kemi një pyetje lidhje me këtë temë. Kemi një pyetje, po pikërisht, unë pak a shumë dua të di edhe siç e potencoj edhe dritroi që kemi dëshirë shumë me vonisë të artrokisim, ti përmendim, ti vlerësojmë të gjitha ata personazhet të cilët me të vërtet kanë ndihmuar që populli ynë të del në dritë me një fjalë, kështu me evente të tilla, ka pasur ndonjë falënderim zyrtar. Një herë e përgjithmonë dikush të del dhe të thotë që falë zonjës Diana Toska, u bë kjo eveniment, ndodhi kjo ngjarje e madhe në Vatikan, një falënderim zyrtar modest, do ta quaja. Nga pushtetet jo, në 3 shtetet, do me thonë, ende, diçka shtetërore nuk ka, nga OJQ të ndryshme, nga organizatat të ndryshme, do me thonë ka, sigurisht që ka vlerësime, por mu mësohesh me atë. Kur unë sot identifikohem si organizatore e shëjtrimit në Anës Tereze krejt, mirënjohja më e madhe është kjo. Nëse edhe pas 10 viteve ne flasim për atë organizim, kjo është mirënjohje. Nëse në Google sot del dhe një i ri e shef shëjtrimi himnin Anës Tereze, e gjen himnin. Do me thënë, nëse unë kam lanë një gjurmë në historinë e këtij populli, kjo është me rëndësim. Mos harroni se secili që arrin në jetë një satisfaksion shpirtëror që ka dhënë diçka për kombin, për shtetin e tij, ka bërë diçka, është njerëzore, të jepet në vlerësim me krejt, por më njerëzore është ajo që çka lën ti pas. Po është domosdoshme njëre përgjithmonë të ndryshon ky mentalitet nga populli jon, se duhet vlerësuar, duhet t'i njohim Sa po të përfundojmë me kanalizimet me këta ujësjellsin, pastaj do vjen kultura. Po, vjen kultura. Sa po t'i përfundojmë këta të gjitha, t'i groposim mire njëre përgjithmonë dhe pastaj do vedisohemi dhe do flasim. Modestia le të qëndron tek të gjithë ata që domethënë e bashkëndjejnë këtë që sapo e thatë, domethënë më e rëndësishme është ajo, domethënë, qëllimi i përbashkët që është mundsuar, mirë po, populli duhet të jetë me të vërtet ai që duhet vetisohet dhe ti vlerëson këta personazhet që mundohen. Edhe populli, po, por para së gjithë janë disa mediumet. Roli i mediumave është edukativ. Unë dua pak të rikthehemi këtu po. Edhe tash roli i mediumeve ka humbur. Ky popull ndoshta është në këtë gjendje, siç është letargjike, por arsye sa i plasohet kemi një luftë mediale, po luftë toksike, luftë e pashëndetshme, që ka sjellë edhe këtë shoqëri deri në këtë gjendje. Si ishini mediumet, sidomos në Maqedoninë e Veriut, sepse unë do të thoja kështu me shumë modesti që ne nuk krahasohemi me Kosovën dhe Shqipërinë, pasi që ata kanë një treg pak më të zhvilluar dhe më të gjerë. Si ishini ndikimin e mediumeve në Maqedoninë e Veriut, gjeneratat e reja, që nga koha kur keni qenë ju e deri më sot? Të them të drejtën, unë që 15 vite kam të shkyq televizionin dhe nuk kam ide çka bëhet, si bëhet, sepse për ta ruajt shëndetin tim mental, fokusin tim, shpirtin e qetë, ndoshta e kam bë këtë zgjedhje sepse nuk dua, sepse isha në para 15 vite kur kam marrë këtë vendim, isha në Prishtinë dhe kur filluan ato debatet, kur filluan të shtremohet lajmi, kur filloi çdo kush të bëhet gazetar, kur ju dha të drejta edhe një partije politike të hap medium privat televiziv dhe të ndikoj, kur një oligark e bëri televizionin dhe futi njerëz nga rruga, i bëni gazetar që informimi humbi vlerën e saj, gazetaria si profesion më nuk e ka... Ka marrë formë të çuditshme. Ka marrë veç formë shumë të çuditshme, andaj për mos me qenë pjesë e kësaj, unë e kam bërë këtë vendim, dje më thirrën nga kjo AGPK-ja që është shoqëria e gazetarëve të Kosovës, jam pjesë e juristë ndaj çmimit për gazetari, i thash të faleminderit, por unë nuk mund të jem, nuk e njoh sot gazetarin, çmimet që ju jepni, ju si shoqar nuk keni asnjë reagim, nuk e keni bë, nuk kërkoni që
kolegët e juaj në televizion të ndëshkohen, ata të cilët e të i kalori kufiri nuk mund të ketë ballafaqime të tilla të egra, një gjuhë e shëmtuar në debate televizive të përdoret. Kur të eliminoni këto, unë me kënaqësi më të madhe do të jem prezent. Po pas të gjithë kësaj që e tha që për 15 vite ndoshta nuk jeni më shumë aktive duke ndjekur edhe të gjitha emisionet, do riktheheshit ndonjëherë për hir të asaj që ju besoni, që ju e vlerësoni dhe që ju e jepni tek populli dhe që e keni dhënë me dekada të shumta. Do riktheheshit ndonjëherë në këtë tryezë sërish? Çdo kush duhet ta dinë kohën kur duhet largohet. 40 vjet në karrierë janë mjaftueshëm që unë t'i lëshoj rrugë një gjenerate të re. Unë jam gjenerat e lapsit, ju jeni gjenerat e laptopit dhe është diferenca. Unë jam një gazetari që kam kaluar sistemin tranzicionin gjitha, ju jeni gjenerat që fitoni një etapë dhe do të rriteni dhe do të zhvilloheni me inteligjencën artificiale, me robotikën e me gjitha me krejt. Dhe si mund të kthehem unë në kohën e juaj? Nuk përputhemi. Unë mund të flas, unë mund të jem një pedagoge shumë e mire juaj e gazetarisë. Unë mund t'ju tregoj... Unë mund t'i tregoj gjeneratës të re, jo si punuam ne, por cilat janë standardet e profesionit, një profesioni avantgard. Si të kthehet në binar profesioni jonë si gazetari, këte mund t'a bëj. Por unë nuk jam tërheq plotësisht prej profesionit, unë normalisht tash jam penzion, unë punoj vazhdimisht, unë shkruaj, jam aktive në Facebook me shkrimet e mia. Vazhdoni të jeni megafoni i shoqërisë. Për shumë fenomen. Në një mënyrë ose tjetër jeni ende ndikim. U bë edhe një zhurmë shumë e madhe për një shkrim që e bët para sa koha. Do doja ta them. Thuja. Kur je kurth me mandat. Ishte titulli që u bë një bujë shumë e madhe. Shumë portale gjithandej qarkulloj pse jemi minutat e fundit prekës shumë temat fenomenit shoqëror, përgjithësisht politikës. Gjëra që mendohen për nuk thuhen. Jo, kjo është kulminacioni kur hipokrizin, kur e pash ndamjen këtu si ndodhi, çka po ndodh në gjitha trevat tona shqiptare, merdi ma i fundi që thash e diçka. Unë e thash të jesh kurth me mandat. U dedikova sot gjitha trevave shqiptare, prandaj edhe u prek në gjitha trevat shqiptare, por një gjë tash librin që e përfundova, e kam edhe këtë esej, këtë kolumn e kam ashtu, por e kam një përfundim tjetër. Ne kemi arritë si shoqëri me gjitha këto dobësit, të mirat e të këqijat e me gjitha dobësit, me këtë mentalitet robit, me gjitha, me të këqijat partit politike që në kanë imponun, këtë Ballkanin, në gjitha rajonin, ne jemi shëndru gjithë në kurva. Kemi kurvat me mandat, të cilat janë pushtet, edhe ne anësh qërim jemi kurvat, sepse po i votojmë kurvat me mandat. Ose në cilin kategori të kurvave, hymë ne votuesit që lejuam që një revolucion të tillë të kurvave të kemi në pushtet. Është e dhëmshme, por ky është e kulminacioni. Po kjo është e cila del nga fundi i stomakut. Jemi në minutën e fundit, libri kur do del? Librin eseistik e përfundova, librin monografin kushtuar Nanës Terez, për arsye se ne vitin arshëm bëhet 10 vjetori, himnit të Nanës Terez, monografia me gjitha përshtypjet e aktorëve që ka qenë, secili individualisht ka përshkruar si për librin, kështu që besoj këto 2 libra vitin arshëm diku në prill, mendoj që do t'i promovoj. Ne jemi minutat e fundit, më vjen shumë keq sepse kemi shumë për të folur. Unë e shijova shumë këtë bisedë, faleminderit shumë për prezencën tuaj, ishte një nder dhe një kënaqësi dhe një emocion që na fale ne në emisionin tonë të mëngjesit. Miq dashur, zonja Diana Toska, faleminderit i themi që na kujtoi jo vetëm ngjarje historike, por edhe një të vërtetë e hidhur të shoqërisë sonë. Fatkeqësisht. Më lejoni në fund të them, vetëm jemi në prag të festave, dua një urim kështu shpirtëror ta bëjmë, ta kujtojmë. Gjithmonë festat janë ato që na bashkojnë. Uroj që ai flamuri i ngritur në Kruj, pastaj në Vlorë, si vjet duhet si kom ta festojmë në Mitrovicë. Sepse për herë të parë
edhe sovraniteti plot territorial i Kosovës u shtri, prandaj urimet gjithë shqiptarëve kudo që janë, ta mbajmë me krenarijat flamur dhe ta gëzojmë, edhe uroj që të bëhemi bashkë së paku në këto festa, sepse atë simbol mbajnë festat të krenarisë, gëzimit dhe unitetit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miq dashur,